Belinda Balluku mbetet ende pa poste. 3 gjyqtarët që përbënin kolegjin, Sandor Beci, Marsida Xhafirllari dhe Sonila Betja, nuk arritën dot unanimitetin për të vendosur nëse ankimimi i kryeministrit Edi Rama për vendimin e GJKK-s, e cila pezulloi nga detyra Ballukun, do të kalojë për shqyrtim. Çështja i kalon mbledhjes së gjyqtarëve. Mbledhja e gjyqtarëve do të zhvillohet më 4 dhjetor, ku do të duhet të vendosë për moskalimin e ankimimit për shqyrtim me shumicë votash. Nëse nuk kapet shumica prej 5 votash në favor të mos shqyrtimit, çështja i kalon automatikisht seancës plenare. Sa i përket ankimimit të qeverisë në kushtetuese, kryeministri Edi Rama kërkon shfuqizimin e vendimit. Në kërkesën drejtuar kushtetueses, qeveria kërkon pezullimin e vendimit të GJKK-s vetëm për pjesën e pezullimit nga detyra të Belinda Ballukut, teksa argumenton se ky vendim sjell pasoja të rënda të interesit shtetëror dhe shoqëror.